إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن أصدق الكتاب كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد me lejen e Allah subhanahu wa taala po fillojmë ciklin e ri të takimeve tona me komentimin e mburojës së muslimanit, gjithsesi me komentimin e dhikrave, çka është një ibadet thujase ma i rëndësishëm, ma i vlefshëm, ma madhështor, përgjithësi, por madhështin e shton edhe kur e din edhe kuptimin, sepse ka indikacione, ka fjalë të alimave, nëse nuk e thu vetëm si një fjalë goje, pa e ditë kuptimin, nuk është dobia sikurse nëse e din. Po ka, cilë shkojnë edhe një hap ma tutje, po nuk ka kur farë dobije, mos e prita shpërblim. Allah alem shpërblimin do është mirë, po për përdhikër gjithsesi, por atë çka e premton Allahu, kush e bon e thot këtë dhikër, e ka këtë, ose shpërblim, ose ruhet prej të keqes, prej domit e kështu me radhë, ato le të haron. E kështu që mas e nevojshme është që njeriu me ditë kuptimin e këtyre dhikreve, duke pas parasysh se Resulullah a.s. të cilit më ka të gafër Allah leh ma të kaddim dhembi u ma të akhar, kur Allah ja ka falë atina gjitha mëkatet kalume dhe të ardhmet. Ash u kun i lidhon me dhikër, që subhanallah njeri thot, kë pas ka qenë mëkatar shumë mëkatet që me pas nevoj. A njeri ma i dashur Allahut, ka qenë i lidhon që në çdo rrethon, i bjen thuja se çdo moment, çdo rrethon e ka dhikën e vet caktuar, cilat i ka thonë pejgamberi alayhis salam. Para me do mjafton so për ilustrim këto me vërtetu këtë çka po them, momentet fundit të jetës, momentet jo minutat, po ajo dita e fundit, edhe e kishte hub krejt fuqin, thot Aisha, si me isharet kështu, me mimika, që pa të qef atë dhikrin cilin kur e frym grushtat, dhikri gjumit, para se me ushtri, kulu valon felek e nas, do të vjen inshallah, nëse e pa Allah ymër, kjo ma vonë dikur, edhe me përshku krejt trupin, so mësteta, so munët, su me keme bo, edhe ka kërku që Aisha këto me bo. Aisha ka fry grushtave të veta, ka lexu Kul huvallahu felek nas, edhe ja ka përshkru mes trupit. Pra, edhe këto momente, para me ndo. Po në tërkun se so e rëndësishme ky dhikër. Lemo, kur ka qenë shëndoshe, kështu me radhë që gjithmonë i ka thonë këto dhikre, dhikret janë vllazën, janë kështu tauhid i pastër i kullum. Gjithçka çka është ajete, hadithe, tauhid i kullum. Mirë po, këto dhikret, si të shohësh prej gjumit, dhikri caktuar. Don me marr abdes, dhikri caktuar. E përfundon abdesin, dhikri caktuar. Del prej shtëpisë me shku në xhami për sabah, dhikri caktuar. Hyn xhami, dhikri caktuar. E fal namazin, dhikri caktuar i namazit. Del prej xhamis, dhikri caktuar. Hyn në shtëpi, dhikri caktuar. Del në përmarkete, dhikri caktuar. Bjen shi, dhikri caktuar. Fryn era, dhikri caktuar. Çdo rrethon.
Hin në banjo, dhikri caktum. Del prej banjos, dhikri caktum. Krejt me dhikër, gjithçka me dhikër. Bile që në çudit sahabet, edhe para marrëdhënies me gru, dhikri caktum. Pra çdo rrethon. E tash mase e nevojshme është që me ditë njeriu kuptimin e këtyre dhikrave. E kjo i nevojitet, çdo kujt kjo i nevojitet. Edhe alimit, edhe xhamatlis thjesht. Edhe të rriturit, edhe të voglit, edhe mashkullit, edhe femrës. Çdo kush ka nevojë për këtë kuptim të dhikrave. Pse me ditë kuptimin? Me ditë kuptim që mos me ardhë njeriu në kundërshtim me vetveten. Që lyp diçka prej Allahut, a e punon në realitet diçka krejt kundërt. Sikur çka tham, ju bëhet vetëm shprehi, rutinë, tu tash është, edhe kjo është argument se nuk i pranohet, nuk e ka atë dobi nëse vetëm e thot një fjalë goje. Shembull, është duaja udhëtimit. Me sirësh aty çka thot, Allahumma inna nes'aluke min al-amri ma tarda, Allahumma inna nes'aluke fi safarin hadha al-birra wa taqwa wa min al-amali ma tarda. O Allah, po lypim prej teje në këtë udhëtim tonën devotshmëri, përsosshmëri, mirësi edhe devotshmëri. Edhe prej veprave çka i don ti me çka i kënaqur. A udhton në haram. Shembull, po shkoj me bëni kontratë për kredit me kamat. Gjatë udhëtimit po thot, o Allah, me veprën me cilin ti i kënaqur. Çka tu folti, çka ka bën ti kështu? Apo që s'ka dobi? Ai po thot, vetëm në fjalë goju ka bua atina. Ose për qysh Allah me kohën i kënaqur me këtë. Po kjo ka dyftërsi o tash edhe kjo është mos e më do një fjallë ma atronë, po shtërsi është. Të atali po bëna. E për shka duhet pra me dit, unë ku po shkoj, në haram po shkoj. Shkon deti, në kuritësi, edhe e bon këtë dua. Qysh, Allah, që e i kënaqën, Allah i kënaqën me shku në kuritësia? Dhikri çka është, na tregon hadithi të cilin e transmeton Tirmidhiu, e konfirmon Albani, thot sahih është, thot i pejgamberi sallallahu emër Allahu Nebi Allah Yahya ibn Zakaria bi 5 kalimat an ya'mal bihin wa ya'mur bani Israil ya'malu bihin. Allahu Tebarek ve Teala e ka urdhru të dërguarin e tij Yahyan birin Zekerias, pra babë bir të dytë pejgamber, që me i ka urdhru Allah me 5 fjalë, që me punu me ato 5 fjalë vetë fillimisht, pastaj me urdhru edhe bani Israil të me punu me ato 5 fjalë. Edhe i ka thonë të zaku i tij Isa a.s. I ka tregu atina, Allah kështu më ka urdhru, ka thonë, pra apo ju tregon ti, a unë t'ju tregoj. Çka po pret? Ka thonë, jo, Allah mu më ka urdhru, jo ty. Nëse ti tregon, unë më kjo tregoj, e khaf, ju adhibeni adhaben shedida, e ju khsefe bih. Kam frikë se Allah më dënon me një dënim të randë, pse nuk pe kry urdhën e Allahut, ose më gëlltit shafit në tokë. Edhe i kam ledh me Zdi Aksa, edhe ka llablak i madh, edhe po ju tregon. Thot, Allah na ka urdhru me 5 fjalë. Këto kur i tregon pa tjetër me cek, o përhap, dëgjoja fjalën hoxhës mos ia këshyr veprat. Kjo është pifje e madhe, kjo gëneshtër e madhe është, kjo është fjalë shumë e poshtër, shumë e rëndë është kjo. Nuk ka të bën me Islamin absolut. Hiç s'ja ngoj fjalë, veç punën ja këshyri. Çka po i thot Isës? Allah mu më ka urdhru. Sa shuna me urdhru tjerët veç mos me punu? Nuk bon kjo.
Nuk lejohet. Pse këta njerëz të këtill Allah shumë i urren. Ja ayyuhalladhina amanu lima taqulun ma la taf'alun kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun. O ju njerëz, pse po e thuni ato të cilën nuk po e punoni? Shumë e urrejtur është tek Allahu. Me thonë atë të cilën nuk e punon ti. Të na thonë fjalë si demushi, punë si kërkushi. Allah e vren këto, nuk e don këto hiç. Mos i tash nuk është kjo temë, ka shumë hadithe e çfarë dënimi e kanë këta. Edhe nuk o tash tema jonë këto 5 fjalë, 5 urdhra, 5 vepra. E para është shirkun mos me bo, e dyta namazi, agjerimi, sadakaja dhe e 5 është dhikri. Për të 5-tit ka marrë shembuj mrekullueshëm, tamam që me ta sqaru pa filozofi edhe shumë qartë me pas fotografinë se çka do thot, çka përfiton nëse i bën ato vepra. Për dhikrin thot para mendo një njeri të cilin po e njek armiku i tij. Edhe ky po ik. Por armiku po e njek ato që nëse e nxen me njëherë me ekzekutu, me njëherë. Pa asnjë fjalë. E para mendo çfarë frike ka ky tash, dhe kështu veç po vrapon, po ik, kur para ti po del për me njerë pas një kështjell fortifikat, kala e madhe, me bedema trasha, i pa përballueshëm për armikun, po i në mrana dhe po mbyllet, po i mbyll dyrt, shpëtova. Kështu thot është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po i përcjell tash fjalët e Yahjas. Dhikri, ajo kështjell është dhikri, armiku që po të njeh është shejtani. Hinë në dhikr shpëtove. I pa përballueshëm, nuk ka mundësi, nuk ka absolutisht asnjë mundësi më të vogël me të bëu dëm. E kjo kështjella kaloja jonë është dhikri, me shpëtu prej shejtanit. Mjafton ky hadith me kuptu se çka është dhikri. Se domosdoshmërisht duhet me kon atë lidhun gjatë ton ditës me dhikr. Bile që këtë mbrojtje me tregu se kemi nevojë për këtë mbrojtje, është ai dhikri fundit para gjumit. Allahumma aslamtu nafsi ilayk wa fawwadtu amri ilayk وجهت وجهي إليك وجهت اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وجهت وجهي إليك وجهت ظهري إليك يا كاترتا وجهت ظهري mbështeta shpinën te te. Kur ballafaqohet njeriu, thotë mbrom veç shpinën mbroma, se përpara unë këto e ha, unë këto përpara. Ama mrapa mos më më dikush mrapa. E ku është tash komenti këtij na thojnë alimat? Tash o Allah, ditën në rregull, shejtani s'ka çka bën. Pse? Ti më ke mësu se po mbrom me dhikr. Po tash shumë gjumë nuk muna me bo dhikr. Shpinën ty po ta mbështeti Allah. Gjatë gjumit mbrojmë ti, gjatë ton ditës mbron ti. Mi po tash nuk kom sebepe. Dhe kjo e dyta, mu fawwadtu amri ilayk. Tafwid është faqdul tawakkul, mbështetje Allah, faqdul asbab, kur nuk ka sebepe, s'ki mundsi, s'ka sebepe. S'munësh. Këtë shkolla ma e lartë e tawakkulit. Tawakkul, mbështetje tek Allahu bi akhdhil asbab, i merr sebepet. Tafwid nuk ka sebep, s'ki mundsi. Shembull Gjurejgji, çfarë sebepe me marr? Kujno është fëmia Gjurejgjit. Kam bo zina me Gjurejgjin. Çfarë sebepi, çka me marr këtu? S'ka sebep. Qysh me u pasru prej kësaj gënjeshtje, prej çpifjes. Ka thonë, a bën ti fali 2 recate? Ka fali 2 recate edhe me gisht në gjoks. Sa ka lind? Ndoshta asnjë orë nuk i ka bo foshnja. Sa ka lind? Djali kujt je? Sikur në tash murit. Kush të ka ndërtu këtu? Kush ka muratu? Kush e ka bo këtë malter? Njësoj është. A murët me fol muri?
tavolinës. Cili instruktor të ka punu ty? Më shoj me kisht, gjithë ditë më shoj, e thajnë kishtin. Nisoj është edhe poshtë, sa ka lindë, disa minuta, disa 10 minuta. Edhe ka folë, thot filan bariju. U favot të emri i lejkë, s'ka mundësi tash dhikër o Allah, se në gjumë jam, ty po ta, qështën ti me ty ndorë po ta lo. Edhe fund, shpinën ty po ta mbështes. A përshë s'ka të thotë dhikëri? Diçka mas e nevojshme për njeriun. Nuk ka siguri pa dhikër, e do të, inshallah, dersën tjetër, e do bitë, s'ka në Allahu Ekber. S'ka në do bitë, s'ka në përfitimet. Kur pejgamberi alayhis salam do bitë shembull, kur i ka thonë, për më ka kafshu shembull një sahabe, thotë ja Resulallah, ma laqitu min aqrabin ladagatni al-bariha. Thotë, o pejgamber Allahum, prom më ka pickum akrepi, më ka kafshu akrepi. E dini akrepi, thojnë shkencëtarët e lamis, prej gjarpnive, kobra e ka helmin më të rëndë. Akrepi ja kalon edhe kobrës. Edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, emma law qulte hina amsayta, po të kishe thonë kur je ngrys, a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq. Këtë dhikër të kish mbrojt Allah. Ka transmetohet, thot edhe Khalid e Septi, Allah e rujt, një prej alimave po ju të regon nxansave të vetë, këtyre dhikre duhet me kuptim, me ditë edhe kuptimin, pra me ndjenja me të kaplu kuptimin e ati dhikër kur e thu. Me ndi atë dhikër kur e thu. Edhe i ka pas dur të shutë si mrapa edhe me dheb, instinktivisht ashtu po lun. Nuk e ka vrejt se e ka ka pa krepin. Ambash këtu po cek. Pero këtë thonje, që me thonë me ditë kuptimin se që ka pëthu. Nuk do thotë se tash gjithmonë kur e thu, më ndodha, s'prova Allahot. Allah adim pse me ursin e ti. Mirë po, kur premton Allah diçka, kur shetot këto, e ka këtë mbrojtje, pa kur fardyshimi se ka me pas atë mbrojtje. Muslimi e transmeton hadithin sahih, edhe Abu Davudi edhe të tjerët, subhanallah kur të sheh këtë fjalë të pejgamberit alayhis salam, thot njeri, kush jam unë? Qysh jam i çkujdesshëm ndaj dhikrit. Po thot pejgamberi alayhis salam, innehu le yuganu ala qalbi. Le yuganu ala qalbi. Po ndodh ndonjë herë po habitna nuk po e boj dhikrin. Po ndodh ndonjë herë po habitna nuk po e boj dhikrin. Edhe çka me bo? Wa inni la astaghfirullah fil yawmi 100 marra. Unë në dite i boj Allahut 100 herë istighfar. Për çka istighfar? Jo për shkak mëkatit, larg asaj. Po pse s'kom bo dhikr? Pse nuk të kom përmendu Allah? Pse më kanë kalu disa qaste tjetës ditore timit pa të përmend? Edhe jo se ku me ditë çka ka bo, diçka, por ka qenë gjithmonë nga zhumë, i preokupum me gjendjen e umetit, ose e ka këshillu dikon, ose e ka urdhëruar dikon, ose me punë tjera. Po si të që tjetë nuk ka bo dhikër, e këto po e trajton si mëkat. Duhet me bo istighfar. Ta kështu e komenton edhe hadithi, kur i ka thonë Ebu Bekri, ja Resulullah, alimni duan edu li nefsi fi salah. Mësoma një dua të boj për vete në namaz. Ka thonë, thuj, Allahume inni dhalemtu nefsi dhulmen këthira.
O Allah, unë i kom bo pa drejtësi vetës, pra kom bo shumë mëkate, këthira shumë kom mëkate. Faghfir li maghfiret min indik, u la yaghfiru dhunube illa ant. Fali mu Allah, me një maghfiret prej teje, nuk ka kur e këtë fjalë, në gjënë këto përsëritne, edhe shqip thuje këto. Shumë e donë Allah. Allah s'ka kush mi falë mëkatet përveç teje. Thune këto. Allah nuk ka kush mi falë mëkatet përveç teje. Pedim kush është Ebu Bekri. Njeri ma i dashur Allahut, njeri ma i devotshëm, ma i sinqert në histori krejt njerëzimit kur të hek pejgambert. Jesin njerëzit jo pejgamber, njeri ma i devotshëm në histori krejt njerëzimit është Ebu Bekri. Njeri të cilit ka thonë për 8 dyrë të xhenetit ka me hi. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë. E qysh tash thot ky pejgamber, po i thot alayhi salatu wasalam, thuj kom bo shumë mëkate. Çka thojnë alimat? Hiç pa bo mëkat je mëkatar. Hiç pa bo mëkat je mëkatar. Pse? Për shkak të mangësisë të përmendit të falënderimit Allahut, sa meriton Allahu me përmend, sa meriton Allahu me lavdëru, nuk ke mundësi, nuk ke aftësina. Krijesa adopt, nuk mundemi. E kjo është mangësi. Kjo është emet, për këtë shka ke mëkatar. Allahu ekber. Çka do të thotë dhikri, me kon i çkujdesshëm njeriu prej dhikrit, se është rrezik. E kem hadithin, thot mërtet ajetin e herë, po thot Allah fuqi plot, ja vledhina aminu të kullah, wal të ndu nëfsu ma kaddemet ligat, vot të kullah, wala të kunu, ke ledhine sullah, fensam anfusahum. Ulaki humul fasikun. Mos u boni sikur ata të cilët e kanë haru Allahun, çka do të ka haru Allahun? Nuk ka bo dhikr, nuk ka përkujtu, nuk ka përmend Allahun. Fa ensam anfusahum, çka do të thot e ke haru të vetën tonë, të vetën tonë e ke shkatru. Ulai humul fasikun, mu ata janë fasika. Mu ata janë të humburit. Pra, nëse nuk e përmend Allahun, Allah nuk ka nevojë për përmendjen tonë, mirë po ti vetë hupësh. Ti vetë je në shkatrim. Ti vetë je, çka tham, je në ndikim në sulme të shejtanit, Allah na rujt. E nëse, tash hadithi, kjo ajeti, nëse në një naj, në një tubim, në një shoqëri, rinë njerëzit, nuk e përmendin Allahun, subhanallah, çka do të thot? Pra Ebu Davudi, Ahmedi, e tjerë të transmetojnë, Albani ibn Sahih, po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ma min qaumin jalasu majlisan wa tafarraqu minhu lam yadhkuru Allah fi illa ka'annama tafarraqu an jifati himar. Allahu akbar, a'udhu billah. Wa kana alayhim hasratan yawm al-qiyamah. Nuk ndodh që një grup të njerëzve në një mejlis, në një naj, në një tubim, janë ul, edhe ndahen tash, përfundon ajo naja. Ndahen pa e përmend Allahun. Pra ka fillu e ka përfundu ai tubim, ajo naj. Nuk e ka përmend Allahun. Vetëm se jo nda sikur se kur ngritet njeriu prej ushqimit, çfarë ushqimi? Gomari i ngordhur. Paramendo, në mes e kanë pas gomari i ngordhur, e kanë hongër, është njësoj sikur se ata të cilët kanë najt, kanë bo muhabet, nuk e kanë përmend Allahun. Vë hasreten yawm al-qiyamah, shumë të pendum, shumë të piklum do t'jenë ditën e kiametit, në ahiret. Qëre, vetëm biset kanë bo, nuk kanë bo haram.
As gibet s'kam bo, as nemime s'kam bo. As nuk kam punu ndonjë haram. Por nuk e kam përmend Allahun. Hiç pa bu haram. Allahu Ekber. Vetëm për shkak sikur para mendo, janë ul edhe e kanë hongër gomarin e ngordhur. Apo më s'ka të thotë dhikri? Ahmedi, Ebu Davudi edhe tjerë transmetojnë, Albani po në sahih këtë hadith. Për këtë shkak, hiç kur gjë bile përmendë Allahun. Plus që do të vjen dersi me konë është Allah, me ije. Këto e kena pas edhe në tauhid. Veç thuj Allah, letnim pak. Thuj subhanallah, thuj elhamdulillah. Zotin kështu ashtu jemi të mangët, edhe vetë. So herë në ditë e themi subhanallah, so herë në ditë e themi Allahu Akbar, so herë në ditë e themi elhamdulillah, so herë në ditë e themi la hawla la quwwata illa billah, so herë në ditë e themi astaghfirullah. Që për la hawla la quwwata illa billah ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Qul ya Aba Musa, thuaj Abu Musa, innaha kanzun min kunuzil janna." Është ky dhikr la hawla la quwwata illa billah, nuk ka fuqi, as mundsi, as aftësi që me ndru diçka prej një formë tjetër, vetëm se Allahu. Është thesar për thesarëve të xhenetit. Allahu Ekber. E paramendoj je sikur aj. Po, nëse këto tash e bon, e ki përmend Allahun, Allah ty të përmend. Është me dhonë vullnet, edhe është kërcënimi. Po t'jep kurave, po t'jep vullnet, po të stimulon, sepse nëse përmend Allahun, Allah ty të përmend, ndërsa kërcënimi përngjan me ata cilët e hajnë mishin e gomarit në ngordhur, nëse janë në tubim edhe nuk e përmendin Allahun. E sarë nga flet jem, këta tham pa e bu haramin. Por unë Zot edhe bën haram, po hiç pa bu haramin. Soher lloj gjithçka këshyrim, gjithçka ndëgjojmë, edhe masanej edhe e kena haru, edhe nuk e kena kujtu Allahun subhanu ta'ala, edhe pastaj nuk e kom gjokës në diçka, po më shtrëngon, po më ngushton, kom problem këtu, kom problem aty. Nuk e din pse shkakun e këtyre problemeve. Shumë të rënda gjatë jetës. Shumë të rënda ju. Nuk e din se Allah po thot, "Men arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Kush ja kthen shpinën, largohet prej dhikrit, përmendes mund përmend. Ka jetë vështirë, atë Kur'anor. Patjetër ka me pas jetë vështira. Patjetër. Allahu Ekber. Ka thonë një sahabi, ja Rasulallah, ka shumë, do të vjen ma, do të zbërthejet ky hadith, për vlerën e dhikrit. Thot, po ka shumë obligime, po mendon obligime jo, po jashtë farzeve. E unë as nuk kom di, as nuk kom mundësi, a mundesh me ma përmbledh krejt këto me diçka veç me njëm, krejt këto me zavendësu. Kjo barazi me këto, veç një. Krejt këto shumë qka janë, a ka mundësi me pas në ibadet, diçka me bo, që krejt këto me kompenzu. Çka e ka thonë? En temut, o lisaneke radban min dhikrillah. Me vdekti duke pas lagur, pra vdekja me gjetë, duke pas lagur gjuhën me dhikër. Çka i bjen lagur gjuhën? I bjen shumë herë me bo, shumë vazhdimisht me bo dhikër. Nëse të ka kalu, sikur pejgamberi sasam, ka kalu ndonjë kohë pa dhikër, bën istikfar. Dhe ky dhikër më po tash istikfar. Pse nuk s'kom përmendu Allah. Apo e shumë se çka është dhikri, apo e shumë se është diçka ma se nevojshme, ma kem nevojë sikur për frymarrje, për trup. Nuk mundet
Mundet disë një kohë pak, disa ditë pa ushqim, disa orë edhe pa ujë. Mirë po pa ajër, as minuti nuk shkon. Ki nevojë vazhdimisht. Dhe subhanallah, hikmeti Allahut edhe mëshira rahmeti i tij, nuk ki nevojë me ble. Po para mendo me pas nevojë me ble ajrin. Subhanallah. Me pas në dorë dikur që e shet ajrin. Sa shantazhe na e kish bo. Sa kushte e kish qit, kish tre për toke. Pa tjetër, sa të urë, s'kom qare, se s'bom pa këto. Ashtu është edhe dhikri. Për shpirt, kështu është dhikri. Për trup ajri, për shpirt është, për zemër është dhikri. Edhe, nuk i nevoj me marë abdest, nuk i nevoj me u kthy ka kiblja, nuk i nevoj me konë kom, nuk i nevoj si për zeqat, me dhonë, me ble, nuk i nevoj me shkun, si në haqë. Në gjdo pozit, në gjdo rrethan, me abdest pa abdest, ullun, shtrit në kom, në kible e jo jashta kibles, e thu dhikrin. I vetmi ibadet, i vetmi, edhe këto ndëgjoni, i vetmi ibadet, për cilë nuk thot Allah si kurse ibadet e tjera, wa kimu sala, falni namazin, u tu zeka e pe zeqatin. U men shahid e minkum shar feljesum, kush është i shëndosh, edhe hyn Ramazan me agjeru. Thot falu, agjero, jep zeqat, shkon haqë, më për dhikër, ja vëllezina aminu, udhkurullah dhikren këthira. O ju besimtar, përmende shumë Allah. Po do të zbon dhikër. Ja vëllezina aminu, udhkurullah dhikren këthira. Usabbihu bukratan wa asila. Tezbih subhanallah. Mëngjes e mbrëmje. Nuk po thot falnu shumë. Nuk po thot jepni zeqat shumë. Me që jep zeqat, falu. Më dhikër, shumë bën dhikër. Allahu Akbar. Dhikër prej sebeb. Yunus ka përdin në rastin me lasjet. Po nim në zor shumë larg diçka dhikër që gjithmonë ka bëu edhe mos kishte qenë dhikër të Allah, kish mbet deri në kiamet në bark të peshkut. Dhikri sebeb. Apo e shumë se çka është dhikri, apo e shohim se kem nevoj akute edhe nuk ka mundësi njeriu në asnjë moment me i kalu pa dhikër. Për shtyllave të fesë, haxhi, për shtyllave të fesë, kur të kryn, që thojnë me gjuhë kurse pe gjuhën shejtan, nuk është, s'ka lidhe me shejtanin. Po themi, bismillah, për shkat me përmend Allahun. Pra, krejt gati thuja se haxhi, el hajju ishul malumat, vazhdon edhe për gjithë shka, fe idha qadajtu manasikakum fadhkurullaha ka dhikrukum aba'akum aw ashadda dhikra. Kur të kryeni haxhin, përmendni Allahun. Qysh i përmendni babani dua familjar, Allahun hala ma shumë përmendni. Pra krejt, kur shkoni prej Arafatit, Muzdelife përmendni Allahun, kur e bani këto përmendni krejt dhikër është. Edhe rumllakson ajeti, me këto po përfundojmë për sot. Elledhina Allah po thot, sura Ali Imran ka fundi, që këto pejgamberi sallallahu kur është qu natën, tash, po do në me falë namaz natës, s'ka dush me bo, me marë abdes, por, Abdullah ibn Abbas i transmeton, para se me marë abdes, thot, i fërkoj syt, kështu me gishtin tregus, kështu e ka bo, e qiti gjumin. Qysh ka po dyne, që bon të gjithështu, edhe i lexoj 10 ajetet fundit të sura Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Me të vërtet,
në krijimin e qiellit dhe tokës, në ndryshimin, në hyrjen e natës ditë edhe ditës në natë. Ka argumente për zotët e mendjes, ata që të logjikojnë. Kush janë ata? Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ata të cilët e përmendin Allahun, bojnë dhikr në kom, tulur, shtrit. Ta po i lavdon e këto para se me marr abdes, që para se me fillu me fal namazin e natës, këto i ka citu këto ajete pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka nevojë njeriu që e vështron, e analizon, mediton, e këshyr, e ngrit diellin, syt, e këshyr qiellin, e këshyr trupat qiellor. Inna fi khalqis samawati wal ard, këshyr tokën, analizon tokën. Në krijimin e qiellit dhe tokës, qysh po hyn dita, qysh po bëhet dita, qysh po bëhet nata, Allahu Ekber. Çka do të thotë errësira, çka do të thotë drita. Përgjithësi, gjithkund është errësirë, baza është errësira. Kur të vjen drita, hupet errësira. Errësira ekziston. Për me eliminu dush me pru dritë. Nuk i mundësi me pru errësirën. Errësira është, prezente është. Allah e qënë diellin, shkoj errësira. Këtu me meditu. Edhe ka argumente, thot, por jo për gjithë kënd. Ose ujin, që thot Allah, e rejtum l-ma alladhi tashrabun, e antum anzaltumuhu min al-muzn am nahnu munzilun. Apo shin ujin cilin po e pini? Nuk të surë l-Vaqia më do këtë. Apo mendoni pak për këtë ujë? Ose sikur kosh, veç e pin ujin. Allahu Ekber. Dy ato me oksigjenit, tash ma jem të avansu, na ka dhonë Allah mundësi, që me a ditë ma shumë vlerën, përpara se kanë ditë. Mere hidrogenin, mere oksigjenin, kombinoj a buhet ujë. Nuk buhet ujë. E këtë ujë që ka po e pini, duke pi, apo me ndonë ti, kush ta dha, kush e kryo këtë ujë. A ju e keni zbrit prej rëve, ose na. Që ka nënkupton se krejt ujë që nër tokë është, burimin e ka prej qiellit, jo prej toke, prej shiut. Mirë po, njeriu thot, po e shkurtoj procesin, pse me shku ujë shiut në tokë, pastaj unë mu lodh me qelë bunar. Po e qes një kazan të madh, bjen shi edhe po e mledhe atë ujë, po nuk pijet ai ujë. Ka hala diçka tjetër. Duhet do elemente tjera, si kur shamë gjellën e bon, po nuk e ka mëlmesat. Duhet biberin, duhet krypën, duhet ato vegetën, duhet që e pshien. E të duhet ato elemente cilat i merë prej toke. Uji i shiut, bjen tokë, hinë mrana, i merë pasurot me ato elemente, tek pastaj ti e merë edhe është i pishëm. A s'po mendoni për këtë procesa? E kush mendon për këto? E ledhina ata të cilët e përmendin Allahun, qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Në kom, tulur edhe shtrit. Ata e kuptojnë këto. Vetëm ata. E lusë Allah më fuqi plot me në bo prej atyre cilët e kanë të lagur gjuhën me dhikr përmend të Allahut, edhe e lusë Allah që me na letësu, me na mundësu që me i ditë edhe kuptimet e këtyre dhikreve edhe me jetu me këto dhikre. Wallahu ta'ala alim, sallallahu alaihi bina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin edhe juve.